Atëre, përshëndetje, dashur, përshëndetje. Ti thua që unë të kam komentuar dhe komplimentuar. Ç'lidhje ka që thua ju kam futur në një kazan të gjithë. Në thonjza, unë nuk e kisha fare për shoqërinë time atë koment. Mund ta merrni si të doni, mund ta merrni personale, mund ta merrni thjesht ishte për njerëzit negativ, se kur një njeri bën një përshëndetje dhe thot përshëndetje misia ime, ose mirëmëngjes gocani, ose mirëmëngjes shoqëria ime, unë di që do të thot përshëndet burra edhe gra. Siç më kishte shkruar ai që thoshte për keti për burrat apo për gratë. Ktu qëndron ai mesazhi që është me kunj. Dhe unë i kam kthyer përgjigje atij. Edhe që thash që i kam futur në një kazan, ishte thjesht ironi. E ke parasysh, ishte ironike përgjigja. Në qoftë se ti ke kapur kaq personale dhe të paskalënduar, unë di të kërkoj dhe falje. Më fal me qenë se ti që në kërke prekur kaq shumë. Por ama unë do të di një gjë, pak a shumë i njihni se si është ajo Angelina dhe se si unë jam përgjigjur të gjithëve këtyre komentuesve negativ. Nuk kam futur asnjë në shoqërinë time që mua më ndjek dhe më adhuron. Por ti nëse që në kërke pishmen për komplimentet dhe komentet, mos më komenton me dashur. Por unë di të them vetëm kaq, që para se të komentoni diçka, e dëgjoni mirë mesazhin edhe e kuptoni ashtu që shesh për të kuptuar. Edhe siç e thash pak më parë, ishte thjesht ironi. Nuk kam unë arsye pse të fus njerëzit gjithë në një kazan. Se isham dhe shumë e lodhur, edhe shumë e ashu, edhe detyrisht kur shikon dhe këto komentet, njeriu është për shefin e vet këtu. Pikërisht mbas atita, ti në vend të shkruash diçka, ashtu që është për të shkruar, i mbajte anën, ke parasysh komentuesit me pak fjalë. Gjithsesi nuk ka problem, unë siç ta thash dhe pak më parë. Nëse unë gaboj, kam atë ndërgjegjen time, di të kërkoj dhe falje, dhe të kërkoj falje nëse të kam prekur. Të uroj një mbasditë të bukur edhe kalofsh mirë dashur. Mirupafshim. Asnjë s'kam ofenduar deri më sot. Kam qenë gjithmonë me edukat, kam qenë gjithmonë e respektuar me njerëzit, kam qenë gjithmonë tolerante, sado që mua më kanë ofenduar edhe kanë thënë nga të gjitha llojt. Unë gjithmonë me atë buzëqeshjen time, me atë që e thon respektin tim, kam mbajtur atë qëndrimin tim dhe jam përgjigjur si njeri. Shëndet, qofsh mirë.